Debati madh po vazhdon në Serbi pas humbjes në shifrat 0-1 nga Shqipëria. Me këtë humbje, Serbia duket totalisht jashtë loje për kualifikimin në botëror, pasi duhet me patjetër një fitore kundër Anglisë për të shpresuar të mrekullia, por ky mision është i pamundur me një Angli që jo vetëm nuk ka lëshuar pikë në grup, por ka edhe golabarazhin e frikshëm, 18-0, pra 18 gola të shënuara dhe 0 të pësuara, duke bërë të pamundur ëndrrën e Serbisë. Ndërkohë në mediat e Serbisë është folur për gjuhën e trupit të Stojkovic në momentin e golit. Pasi debate dhe përplasje mendimesh, u ngrit hipoteza se trajneri i Serbisë e ndjeu golin e Manajt, por lojtarët nuk ju bindën në kohë në atë moment. Rasti i golit ishte një skemë e punuar nga Shqipëria, teksa Kristian Aslani do të kërkonte shtyllën e dytë me Gjimshitin, që shkoi në atë cep për të fituar duelin dhe kapiteni ja doli më së miri. Ndërkohë në momentin që Gjimshiti do të fitonte duelin, dy lojtarët e tjerë, Ajeti dhe Manaj, u tërhoqën duke pasur një panoramë shumë të mirë të goditjes në port. Nëse Ajeti doli ujq, Manaj nuk mund të dilte duke tundur jetën. Ndërkohë në mediat serbe kanë theksuar faktin se në momentin kur Aslani nisi krosimin drejt portës, Stojkovic e kuptoi më së miri iden, duke ngritur duart lart në alarm dhe duke i kërkuar lojtarëve të tij që të markonin shtyllën e dytë dhe të mos i lini lojtarët tanë bosh. Por futbollistët e Serbisë dukeshin shumë të fjetur dhe nuk reaguan dot në kohë nga këshilla e Stojkovic, pasi qëndruan statik dhe kërkuan pushimin e pjesës së parë më shpejt se sa duhet. Një tjetër sinjal mjaft i qartë se me gjendjen politike dhe konfliktet e shumta me trajnerin Stojkovic, Serbia ndodhet në një moment as pak të mirë dhe Shqipëria me në krye trajnerin Silvinjo diti që ta shfrytëzonte në përsosmëri, duke pritur momentin ideal për të goditur, siç edhe ndodhi. Pas kësaj fitore, Shqipëria ja doli edhe kundër Jordanisë, duke dhuruar spektakël në një ndeshje që dhuroi plot gola, 4-2. 4 gola nga kombëtarja jo nuk ishin parë prej kohësh dhe duket se ajo fitore kundër Serbisë i çliroi djemtan për të bërë maksimumin edhe në një takim miqësor. Edhe Armando Broja do të rikthehej te goli dhe ky është një i mirë përpara ndeshjeve të nëntorit, aty ku Shqipëria pritet që zyrtarisht të siguroj kualifikimi për herë të parë në histori në play-offin e botrorit. Së bashku me Shqipërinë do të jetë edhe Kosova, e cila ka 2 ndeshjet e fundit kundër Slovenisë në transfert dhe pret në shtëpi Zvicrën. Pavarësisht rezultatit se si Kosova do të dali me Sloveninë, një fitore apo një pikë e marrë me Zvicrën do t'i siguronte Kosovës kualifikimin më tej. Fitoria me Zvicrën do të mbyllte gjithçka, ndërsa një barazim me Zvicrën do të prisë edhe kombinimin e rezultateve të tjera. Është koha që edhe shqiptarët e Zvicrës ta japin një dorë që Shqipëria dhe Kosova të shkojnë të dyja për herë të parë në historinë e play-offit të botrorit.